Atëherë, në mëngjes gjithëve, po hopë në sasë në shqyrtimit gjyqësor, që është në penalin ndajt akuzurit të Madan Morin, për shkak të veprës penale, kemi luftës kundër propozisë civile, trashëguar nga neni 142, i lidhur me neni 22 të ligjit të ligjit penal të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, pra, si lesh përqindruar në kryerjes, aktualisht e paraporës vepre penale në kodin penal të Republikës së Kosovës si krim kundër njerëzimit, e sankcionuar me nenin 143 të kodit penal. Sipas aktakuzës së Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës të datës 17/12/2025. Konstatojmë se seanca filloi në ora 9:53 minuta. Të pranishëm në seancë janë prokurori special Armen Zenelaj i panderë Ramadan Morina këto apo me mbrojtjen e tij avokatin Arianit Kocë sipas autorizimit, përfaqësues nga zyra për mbrojtjen e viktimave, Qëndresa Kastratja, nga palët e dëmtuara Vesel Morina, nuk është të, Astrid Morina, jo një Astridin, nga palët e dëmtuara është prezent Astrid Morina, Jakub Morina, jo një Jakub, Gjylie Trelaku, nuk është. Zejnie Morina, nuk është. Pra nga palët e dëmtuara janë prezent vetëm Astrid Morina dhe Jakub Morina, ndërsa mungojnë të dëmtuari si Vesel Morina, Gjylie Trelaku dhe Zejnie Morina. Ndërsa mungojnë të dëmtuari dhe Zejnie Morina. Gjykatat njëjve vazhdo. Gjykatat e njëjve u ka dërguar ftesa të rregullta, presje. Për dëmtuarin Vesel Morina rezulton se pala është përngulur nga këtë ftesa. Për dëmtuarin Gjylie Trelaku, vetëm është kthyer pa ndonjë me konstative se është e panjohur. Ndërsa e dëmtuara Zejnie Morina ftesën e ka pranuar në mënyrë të rregullt, ndërsa mungesën nuk e ka shkëputur. Prandaj konstatojmë se në plotësuar kushtet me mbajtje këtë seancë shqyrtimit gjyqësor. Gjykata nxjerr argumentin, bëhet seanca shqyrtimit gjyqësor, seanca është e hapur për publikun. Ju njësojmë se këtë çështje penale, këtë çështje penale e urrejt trupi gjykuesit për bërë nga gjyqtarët. Unë Raman Beqiri, kryetari i trupit gjykues, ndërsa anëtarët e trupit gjykues janë nga ana imediat gjyqtarja Violeta Namani Hara, ndërsa nga ana ime majtur gjyqtarja Donika Shala Byli. Zyrtari ligjor është Albert Spirçaku, akuzën e përfaqëson prokurori special Armen Zenelaj. A ka dikush vërejtje në raport me problemin? Palët nuk kanë vërejtje. E gjithë rrjedha do të regjistrohen pas zërbal, po ashtu edhe do të audio incizohet. I kisha lutë palët që të cilën si duhet, mos të pengojnë punën e gjykatës, në të kundërshtim gjykata mund të merr masa të paraqara me dispozitat e kodit të procedurës penale, përfshirë masat ndëshkuese, dënime gjuhë apo edhe nxjerrje jashtë. Sa i përket komunikimit, është i arbër komplet si paragrafin, jo, sa i përket komunikimit jemi marrë vesh seancën shqyrtimit fillestar me komunikim elektronik, kështu që besoj që në qendron edhe më tutje ai konstatim. Atëherë seanca do të mbahet në gjuhën shqipe, të gjitha palët e kuptojnë dhe flasin gjuhën shqipe. Konstatojmë që seanca do të mbahet në gjuhën shqipe.
Para se më vazhdu me seancën, gjithë jemi një uri, po mendoj që temperaturat nuk janë ideale për me majtë këtë seancë, megjithatë ne do të vazhdojmë derisa dikush nga palët shpejt do një shqetësim ose diçka të tillë dhe ne do të vendosemi. Nuk e di, po me siguri janë temperaturat mbi 29 gradë. Atëherë vazhdojmë me marrjen e dhoma nga i panderi Ramadan. Ako në ndryshim dhonat të tua nga ato që i ke dhonë Ja, s'ka kur. Njejt, ako? Ja, pozore me shënime se në seancën shëtimit fillestare, ardhër shkutupa. Veç të ujë ja pozore, ja pozore me shënime se në këtë kuzë dhe në seancën shëtimit fillestare. I obligum një së gjukatën nëse ndrana drejtën e banimit, derisa kryet kjo çështje penale me gjykim të formës së trejer, pavarësisht situatës në të cilën aktualisht ndodheni. Ramadan, kjo po të njoftoj me disa drejta dhe obligime që i parashe kodi procedurës penale. Ju jeni akuzuar në këtë çështje penale, si akuzuar juftoj që mi përcjell në vëmendje shqyrtimin gjyqësor. Mund të paraqitni prova, fakte, mi bë pyetje dëshmitarëve, ekspertëve nëse keni drejt me bë urrejtje dhe kundërshtime rreth deklarimeve të tyre. Po ashtu ju njoftoj se ju jeni akuzuar dhe si akuzuar keni të drejtë që të mbroni heshtje, pra të mos deklaroni fare për çështjen. Nëse deklaroni, nuk e keni për detyrë me fajsu as veten as stafëmit, mundeni me pranu fajsinë, ligjërisht nuk keni të obliguar me pranu fajsinë, mundi më mbrojt vetë, respektivisht me angazhu avokat, keni të drejtë, gjithë që drejtë cilën ju vetë se keni realizuar, pra. Ju keni angazhuar avokatin Arjanit Koci. Apo i kupton qëtu? Po, i kuptoj drejt. A vazhdo me të mbrojt avokati Arjanit Koci? Po. Mirë. Nga forozimet e gjykatës, mirë. Për avokat vazhdo të mbroj avokati Arjanit Koci. Kjo është? Po ashtu gjykata, i njofton palët e dëmtuara me të drejta të cilat po një kodi procedurës penale. Me qenë se temperatura është e lartë, kushdo nga palët ose gjyqtarët që dëshirojnë me i largu togat, për shkak të temperatura mundën me i largu. Po avokat prokuror derisa mundën të na. Si do të qoftë Faleminderit. Prej gjykatës si përndaj keni ligën me i largu për shkak se vërtet temperaturat nuk janë ideale. Atëherë, gjykata njofton palët e dëmtuara me drejtat e tyre. Në këtë seancë kemi prezent dy dëmtuarit, Astrid Morina dhe Jakub Morina. Sipas akuzës ju jeni palë e dëmtuar. Si palë e dëmtuar, pra keni të drejtë me i përcjell gjitha seancat e shqyrtimit gjyqësor, pra keni statusin e palës në procedurë, çka do të thotë që keni mundësi me bë vërejtje, me bë pyetje dëshmitarëve, me dhënë kundërshtime rreth deklarimeve të tyre, me propozu prova, treja. Përveç kësaj, keni të drejtë me paraqit kërkesë pasurore juridike prej tani deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor. Nëse paraqitni kërkesë pasurore juridike, mundeni me e caktu edhe lartësinë e asaj kërkese. Keni të drejtë me angazhue përfaqësues nëse ju vlerësoni se keni të drejtë, kështu që këto janë disa nga drejtat kryesore që kodi procedurës penale u anjen në këtë fazë. Ne e kemi ftuar edhe zyren për mbrojtjen e viktimave në mënyrë që nëse ju nuk angazhoni përfaqësues ose ndonjëri nga ju nuk angazhon përfaqësues, atëherë zyra për mbrojtjen e viktimave përputhje me mandatin ligjor që ka mund të përfaqësojë. Individualisht do të marrim deklarimet edhe nga ju. Astrid, a i dëgjove këto që i thash? I dëmtuari Astrid Morina deklaron se e ke kuptuar udhëzimet e gjykatës? Po. A paraqet kërkesë pasurore juridike? Kompenzim domi është fjolla, vlerëson paraqet kërkesë pasurore juridike, shumën vlerën ngarësi nuk e ke për momentin. Tani për tani nuk e kemi shumën, por besojmë që më vonë të ta precizorim. Përfaqësues a keni me angazhu? Apo a keni nevojë me angazhu përfaqësues? Jo. Nuk do të angazhoj përfaqësues.
Po nisha pyetje edhe për juve Jakub, I dëmtuar Jakub Morina deklarant. Ai kuptove ngritën kam nëse mundesh. Nëse mundesh ngritën kam, do është rregull në gjykatë komuniku. E ke kuptuar udhëzimet, drejtat që ti lexova. Je I dëmtuar Jakub Morina, deklarant se ka kuptuar udhëzimet e gjykatës. A paraqet kërkesë pasuri juridike? Kompenzim dome. Vlerën nuk e keni për momentin. Mirë. Përfaqësues nuk keni më angazhu. Jo. Megjithatë pajtoni që më përfaqësua zyra për mbrojtjen e viktimave. Mirë, faleminderit për. Po. Tash rallën e ka zyra për mbrojtjen e viktimave, përfaqësuesja. Në raport me dëmtuarit që s'janë prezent. A këtoni në emër të ju e emër të tëra. Përfaqësuesja nga përfaqësuesja, jo, do vesh pak, përfaqësuesja e zyrës për mbrojtjen e viktimave. Deklarant se Me qenë se të dëmtuarit e tjerë nuk prezentojnë sot gjatë kësaj seance në emër të tyre kërkoj kompenzim tonë ku vlerën do ta paraqisim ndërkohë gjatë seancave të tjera. Faleminderit përfaqësuesja. Kështu edhe një herë në raport me palët, gjykata I fton palët që të deklarohen nëse gjykata I fton palët të deklarohen nëse kanë ndonjë mungesë në raport me shkresat e lëndës. Po flas kryesisht në raport me mbrojtjen e avokatin sepse disa herë kemi qenë dëshmitar që në fund të shkrimit gjyqësor po paraqiten kërkesa që jo jemi pajisur ose si pajisur. Ne e dim që tani kjo fazë është kaluar, pra është vendosur lidhur me kundërshtimin e provave, po ashtu është vendosur edhe sa I përket ankesës në gjykatin e apelit, por që në mënyrë të vazhdojmë shkrimin gjyqësor pa pengesa, ne duam të dim avokat ne në bënim mungesë. Po. Gjykatë nderuar, nuk është e para herë që e bëj këtë kërkesë, nuk e kam deklaratën e dëshmitarës mbrojtur dëni. Këtë edhe e kam bërë në kërkesë për hudhje të akuzës, vazhdimisht e kom përmenë dhe në me kom dërgu, nuk ma keni dërgu tani. Prandaj kërkoj me një hatë në dorëzat. Nëse për procedurë balme që ma të qartë, nuk ma ka dërgu prokuroria. Po veç e kom informuar dhe gjykatën edhe prap kem met pa. Në kom informu gjykatën. Dëshmitarës së mbrojtur. Dëni. Nuk e kam deklaratën e dëshmitarës së mbrojtur anë. Dëni. Dëni është dëshmitarja. Dëni. Dhe këtë kam bërë edhe më herët, por deri tani nuk jam pajisur me këtë deklaratë. Nëse ka tash më njëherë që mundet më adërzu që me shkurtu nga procesin. Diçka tjetër nuk mund. Jo, ku gjos mund nga tjetër. Nëse është. Faleminderit, përshëndetje për gjithë. Gjyqtar, në datën 27/10/2025, kjo gjykatë me kërkesën e përkurisë speciale e ka lëshu një urdhër për shpalljen e dëshmitarit anonim nga I pandehuri dhe mbrojtja. Andaj, marrë parasysh këtë urdhër, ne, si përkurisë speciale, nuk e kemi dërgu deklaratën e dëshmitarit anonim tek mbrojtja. Pasi që urdhri është lëshuar nga gjykata. Nëse ju vendosni që ta shfuqizoni këtë urdhër, atëherë menduar të kohë që
ta pajisim me deklaratë. Neve na duhet kohë ta pajisim me këtë deklaratë. Për çajem prokuror, duhet kohë për pajisëm. Për ta pajisëm me këtë deklaratë. Për çajem prokuror, urdhri ka të bëj me shpalljen e dëshmitarit anonim. Po nuk e di, pak nuk e besoj që përmban dispozitë që ndalohet pajisja e palëve me këtë deklaratë. Po, ndërruar, kujtoj të gjykatës. Gjykata me shparte, gjykata, nëfton prokurorën se të deklarohet nëse urdhri i gjykatës përmban vetëm pjesën për shpalljen e dëshmitarit anonim, por jo në raport me mos pajisjen e palëve me prokuror. Prokuria speciale me rastin e ngritjes së statusës e ka pajisur mbrojtjen me gjitha shkresjet. Mirë po, vetëm deklaratë që nuk ka bashkangjitur atyre shkresat është deklarata e dëshmitarit anonim. Sepse ekziston i urdhër, ne mendojmë që mbasi urdhri, nëse ju vendosni me shfrytëzuar këtë urdhër, ne do të pajisim mbrojtjen, po jo sot, ja pa çfarë shkruaj edhe me atë proces verbal. Po vetëm çfarë? Do më mos vesh për shpalljen e dëshmitarit anonim. Po. Edhe me shkresa që ose... E qartë. Atër në basë të e deklarate, nuk të të përlevohet. Faleminderit. Po të shëndën të tuan dhe në ujtet ku. Po, avokata ka diçka Po. Për mua është e papranueshme kjo çështje. Nuk mundem me vazhdu me gjykim atutje pa i pasur shtesat e lëndës. Për më tepër, deklarata e dëshmitarës anonime, si shta prokuroria, mundet me qenë e rëndësisë kruciale. Unë nuk di gjykim botë që është mbajt, e që avokati nuk i ka gjitha deklaratat e palëve të dëmtuara. Nuk po e lypi gjykim që është mbajt, nëse ndërës nuk i ka deklaratat. Nuk pa e kërkaju në identitetin e të dëmtuarës, po e kërkaj me di çka ka thënë. Kjo edhe ma shumë, po ma shton bindjen që ky gjykim ka fillu me një eufori përgjithshme, edhe po vazhdon, mos me u trajtu ashtu si që meriton një gjykim ku ka të akuzuar për krime lufte. E kisha lut gjykatën me ma mundësu me kry punën time. Mbi të gjitha, e kisha lut gjykatën me marrë me seriozitet për gjykim, e mos me më dërgu shkresa të kësaj natyre për lexoj një pjesë. Jes, në gjam s'ta më fjallën për atë pjesë, avokat lutën, jem të folë për një diçka tjetër. Jo, këtu më keni thonë, mbrojtësi dhe akuzuari janë këtësi sërbe. Këtë gjë janë ndërpret fjallën mbrojtësit, sepse është jashtë pjesës për cilën... Ku për din kur kusmëriva hala me tregu gjyshtar? Nuk e dini për çka po ndodh. Këtë gjë ja tërheq vërejtjen mbrojtësit, i cili pa lejen e kërkorit trupit gjykues, vazhdo pjesë. Këtë gjë ja tërheq vërejtjen mbrojtësit, i cili derisa kryetari është duke konstatuar në proces verbal, ai përsëri vazhdon dhe ndërhyr në proces. Konstatu, po pastaj këtë gjë, proces verbal, mirë vazhdo. Jo, ato është 3 pika e janë. Orbe, 3 pika, vazhdo poshtë, 3 pika. Vazhdon kryetari trupit gjykues, arsyen pse janë të 3 fjalë.
Se janë të fjallën. Pik. Është jashtë pjesës, për të cilën palet kanë filluar që deklarojnë që ka të bëjë me dëshmi e dëshmitarit anonim. Ullë avokat. Nuk ma dhetë kërkesën, Unë thash ullë avokat. Po, unë se Si e ma pjesë, na do të vendosë, me kryte që atë po të me thonë. Po, cila është kërkesa ime? Kërkesa e juve është për mu pajisë me shkesat landës. Jo, po derisa s'pajina me shkesat landës, kërkesa është mund të prej gjykimi. Që to të cekës ato. Për resht, prap avokati, paleni kërkarit të gjykuar, qëndran kënd për këndër që është udhëzuar që të vazhdoj të... A ka mundësiune me blyp kërkesë në ndërprerje, ma ndërprerje në gjysë? Vendosin e për këtë pastaj të smunësh. Atëherë trupi gjykues pas konsultimit në lidhje me kërkesën e mbrojtjes së avokatit Arjanit Kurçi për pajisjen me shkesat landës nxjerr argumentin. Aprovohet propozimi i mbrojtjes. Avokatit Arjanit Kurçi. Ashtu që obligohet prokuroria që na afat prej 3 vite ta pajisë mbrojtjen me deklaratën e dëshmitarit anonim dëni në përputhje me obligimet e saj, sipas urdhrit për anonimitet të kësaj gjykate, për të fshirë ose fshehur çdo informacion të mundshëm që dërgon në zbulimin e identitetit të dëshmitarit. Identitetit të dëshmitarit i kërëvesht. Vazhdoj me seancën. Para leximit, avokati kërkon fjalën. Para leximit ka akuzë, avokati kërkon fjalën dhe me lejen e të gjës deklaron. Me qenë se provën kyçe në këtë gjykim, nuk e kam, dhe në vazhdimsi kam insistuar që ta kem. Kërkoj që kjo seancë të shtyhet, pajisna me atë provë dhe pastaj ta përgatis fjalën hyrëse, për shkak se kjo dëshmi do të jetë pjesë integrale e strategjisë mbrojtjes
por edhe fjallës hyrëse. Duhet ta theksoj se urdhri në mënyrë eksplicite thot, urdhri gjykatës. Prokuroria është e obliguar që të kujdeset për mos zbulimin e ndonjë shkrese që identifikon të dëmtuarin. Pra, vetëm identitetin duhet me mshet, plus, kjo është obligimi prokurorisë. Jo për mbrojtje. Kështu më ka pru mu si mbrojtje në pozitë të pabarabar, nuk më kalon mundësi me o përgani. Faleminderit. Po, prokuror. Faleminderit. Se kundërshtoj propozimin e mbrojtjes që seanca sotme të shtyhet, pasi që trupi i gjykatës vendosi që ta obligoj prokurorin që brenda 3 vite ta pajisë marrë deklarat, ashtu siç u vendos aty të gjykatës në brenda 3 vite do ta pajisë. Sot shumë prokuror se këtë temë jemi edhe duke shkruar. Marrë deklarat Vendosi që ta obligoj të SRK-n, Ndaj mendoj që ta pajis mbrojtjen. Me këto, andaj mendoj që nuk ka arsye që seanca sotme të shtyhet. Përfaqësuesi angazhuar të mbrojtjen e viktimës. Mbështesim deklarimin e prokurorit shtetit. ZMV banë që është mashtë. Mbështesim deklarimin nga prokurori special. Diçka tjetër s'kemi. Kemi dëmtuarit Asret Marina, në lidhje me propozimin për shtyre, veç e Celi Polin për të duhet. Mbështesim propozimin e prokurorit. Mbështet propozimin e deklarimin. Po, ja, edhe i dëmtuari ja këto. Edhe unë mbështesim. Mirë, avokat, me qenë se jemi gjitha polë në konsultimet mbrojtërin tuaj, kemi qasa me fillu me qenë se sot nuk pritet edhe ashtu më dëgju dëshmitarët, po me qenë se kemi dhënë vetëm në raport me akuzën me deklaru fjallën hyrë se mundi me gjykata e fton avokatën Adrianit Kocit që të deklarohet rreth mundësisë që me qenë se kemi shumicën e palëve vazhdojnë tek pjesa e fjallës hyrëse. Gjykatën nderuar. Në konsultimet vetëm i pas parasysh sepse mulë mendimin më të qërtu edhe me të akuzuar. Gjykatën nderuar, nëse më lejoni 2 minuta me bëni hyrje. Në shkruajnë avokat, por ju në raport në ato do një me ditë në sen. Me full në raport me gjykatën, të mi komentu veprimet e gjykatës. Nëse gjykata më qunë sërbë mu, edhe qunë klienin të më sërbë, normal që i kome komentu. Që kjo të regon, ose nuk e keni marë seriozisht që kushtrun. Ma keni shu ftesën, Adrianit Kocit, është e papranushme kështu. Nëse kina i vrejtje... Kom vrejtje normal, e papranushme. E shoni ftesën Adrianit Kocit edhe thoni. Gjatë rrjedhës shqiptimit gjyqësor do të përkthehet nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe anasjesa duke marrë parasysh se mbrojtësi, që jam unë, e këto shkruan Adrianit Koci dhe akuzuari Ramadani dhe ky është shqiptar, nëse veç nëse keni bosëm, janë të komisisë serbe. Unë nuk po të kuptoj që kje gjithë këtë nervuz. Po e kom nervozën se kjo është fytje. Kur kjo kombinohet me presionin që bëhet në rrjetet sociale, për shkak që e mbron një shqiptar që i ka vrarë shqiptar, nuk është, kjo nuk është rregull kjo pritet. Ta ndërpres fjalën. Okej, në rregulla. Nëse kje Qështu për stimuloni... Tërheqja vrejtje, me gjithë se gjykata ja la fjalën. Qështu për stimuloni? Tërheqja vrejtja avokatit Adrianit Koci për të tretën herazi, pasi që përkundër që gjykata e la mundësi që të deklarohet, toni i tij është jashtëzakonisht i lartë
Unë për natyrën që ashtu gjithmonë flas. Unë gjithmonë flas ashtu. Mirë. Veç tash ka pengu dhe tash po të penga. Mirë. Kryerresht, avokati, derisa kryetari i trupit gjykues konstaton në proces verbal. Derisa kryetari i trupit gjykues konstaton në proces verbal. Ndërhyr. Dhe thotë se kjo është natyre ime. Gjithmonë kam qenë kështu, por nuk ju ka penguar. Po, bëllë fjallin. Veç shënën thujza që avokatin ndërhyr dhe thotë se kjo shënën thujza. Kjo është natyre ime, gjithmonë ka qenë kështu, nuk ja penguar. Dhe thotë, po që aty, bëllë penguar, bëllë që aty thujza, del për rreth, vazhdan konstatimi kryetarit të gjykues. Toni i tij është shumë i lartë dhe shprehni nervoz, dukshëm të theksuar, përkundër që gjykata në vazhdimsi ja tërheq veten, që nuk kemi nevojë për asnjë lloj se nuk kemi nevojë për asnjë lloj debati, e as shprehjet nervozës. Këtu jemi në gjykim dhe të gjitha palëve do t'u jepet mundësia që në gjykim të paraqesin qëndrimet e tyre, presin natyrisht për çështjen, por që secila palë duhet t'u përmbahet rregullat komunikimit në gjykatë. Po, avokat lidhe me ato që... Tash se di ku meta... Po se di aso se... Na do të me qaru, a doni me mlon me punu ajo, nëse jo në të gishna, s'ka problem. Veç që lutëm, ma leni mendimin me kry deri në fond. Se s'u pe kry mendimin ty ndërprejo. Po të ndërpres derisa nuk flet, në mënyrë normale, nuk muna me konstatu se ti thuma që ta konstatoj nervozën në proces verbal. Mirë, vazhdojmë avokat, po. Deklaran, po. Gjykata jep mundësinë avokatit që të shprehë shqetësimin e tij. Shqetësimi jam është se në një gjykim ku ka tensione të jashtëzakonshme, për shkak se është akuzuar një shqiptar që ka vrarë shqiptar, e ku presioni publik është i hatashëm, gabimet të gjithë neve palëve nuk duhet të ndodhin. Ju e pa që spari nuk e kam provën e dëshmitarës kruciale këtu në këtë rast. Në anën tjetër e kom një ftesë gjykatës me thirrje në emërtimin, i cili është dërgu datën e ka me 23 prill, edhe quhet, unë e kam marrë ma vonë, quhet plani i punës për përfundimin e lëndës penale. E keni bën një dinamik dhe një paragraf i veçantë është si vjen. Gjithë rrjedha shqyrtimi gjyqësor do të përkthehet nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe anasjeltas, duke marrë parasysh se mbrojtësi dhe i akuzuari janë të Kombësisë Serbe. Dua me qartësu me gjykatën. Unë bindja ime është se është gabim. Pak 100% e bindën. Por, mu ma shumë brengos kjo që ne nuk pe a japim ta them popullor që hakun landës. Ju kisha lut me qetësu situatën, me ma mundësu mu si mbrojtës, me kry punën time. Nuk mundemi shkelë shka, nuk mundemi me nguti lanë të kësaj natyre me i trajtu. Me shumë qef e kisha pranu me vazhdu fjallën hyrëse. Me shumë qef. Kur nuk i kisha këthy kretë ta qemë këto. Po nuk ma len uni profesional
me e fol një fjallë përfundimtare kurse kom provën kyqe. Fjallë hyrë Fjallën hyse kur provën, në fakt, krej strategjia e mbrojtjes mundët, jo domosdoshmërisht, mundët me u bazu në ato që kom lezu në atë deklarat. Edhe kjo qasje me të vërtet po më habit, nuk kom kur gjo personali me prokurorin, po kjo qasje e prokuroris me kaq ngull me marrë një provë. Më pardon për mbajtjen, kjo mu më shqetëson shumë. Edhe këto më duhet me thonë gjyqtarë. Për ka marrë një provë, po më shqetëson shumë. Une nuk ka avokat që ka bo kallëzime ma shumë penale për krime lufte. Jam për çdo kriminal lufte me u gjyku. Krejt viktimat ashtu e marrin një satisfakcion moral. Por, nuk ka ma keq. Për krejt E marrin satisfakcionin moral. Për krejt viktimat janë që ta marrin një satisfakcion moral. Por nuk ka ma keq për Kosovën. Edhe për krejt neve si shoqëni, me dënu dikën, pa ja mund su mu mbrojt që duhet, edhe pa ra askush në presion të opinionit publik. Nuk ka më keq se Për Kosovën dhe për kish është një tonë, për Kosovën dhe për shoqërinë tonë që dënohet dikush pa i siguru mbrojtje. efektive, Që edhe dënohet dikush pa i siguruar mbrojtje efektive. edhe pa u siguru gjykata se gjithë ne jemi të lirë, mi kry punë tona. Prandaj, me mirësjellje kërkoj që ta shtyjmë këtë gjykim, Konkluzioni juaj është që mu shtyjmë me marrë provën edhe me vazhdu pa marrë. marrë, nuk mund dhe nuk pa marrë. Jo, mune me vazhdu me asë punës më vërtë. Kjo që të shtyjë sa në të dhe në sigurimin e deklaratës mirë kërëmesh. Një kërëmesh. Nëse këtë gjë me lidhje me shqetësimin e mbrojtjes për konstatimin që e citoj e ka parasysh që kjo është një shqetësim e lëndë presje, natyrisht, që a ishtë një gabim i natyrës teknike, Të dhëmë për pranaj. Për pranaj që është. avokat, plutën, komunikim, nuk e di tjera gjykime se çka bëhet. Pastaj po krijohet ta thamë këto dhe pa procesor bajt kështu dhe në raport me po tjera të ki parasysh. Unë e kuptoj që ka gjykime të ndryshme. Derisa jam në të full, sikurse që nuk ndërpres, nuk du më ndërpres. Kësha lukëm, dhe pastaj mundet marrë dhe të shkurtime dhe jo me kriju pastaj këtë pjesën e narracionit që gjykata është këndër. O veç po kërkoj me shkurtim dhona jo. Kur folione. Kur folni jo, kam ju dëgju komplet sala. Edhe ai fundit atje kam ju dëgju. Kene parasysh, këto gjykime që ai kemi, ju e dini që kështu kena më vëdejtë seancët. Lidhe me shqetësimin e mbrojtjes për konstatimin që citoj, e kam parasysh që kjo është një shqetësim e vend, natyrisht që është një gabim natyrës teknike, dhe se kjo ka mbetur nga fakti se po thuaj se 90% raste në këtë gjykat, mos shuaj 90% se s'kemi statistikë, por shumica e rasteve, po thuaj se shumica e rasteve në këtë gjykat që gjykohen për krime lufte janë të komunitetit sërb, prandaj edhe gjitha planifikimet bëhen që të sigurohet edhe për kthimi në përputhje mbi dispozitat e KPP-s. Natyrisht, gjykata, natyrisht gjykata nuk e ka pasur asnjë tendencë në raport me avokatin, sikurse që nuk e ka asnjë tendencë në asnjë rast. Duke qenë se mbrojtja krevesh të shumë. Duke qenë se mbrojtja kërkon shtyrjen e
seancës për shkak të mungesës së pajisjes me shkresat e lëndës. Mundësi kjo ligjore e garantuar me dispozitat e KPP-s. Trupi gjykues zjarrat mundin. Ndërpritet seanca e shërbimit gjyqësor, sipas propozimit të mbrojtësit avokatit Arian Kusi. Në raport me prokurorin vjen konstatimi i dhënë më lart për sigurimin e shkresave të lëndës. Kështu. Atëherë, seanca e radhës Zoti gjyqtar, ku avokat? unë kam një kërkesë është Shumë mikrofonin se nuk tin që s'dohet pastaj. kam një kërkesë e cila nuk është e natyrës urgjente, është ligjore, por është domosdoshme. Po për me bëhet kërkesë, unë kërkoj me u zbras salla, me qenë vetëm prokurori edhe i akuzuari. Për me ja dhënë një kuptim kësaj seance mos me hup kohë, se kjo herë do kur ka me dalë si kërkesë pak më vonë, kështu që nëse lejoni ja u shpjegoj, që tash e kishim kryer për 10 minuta. Paraqit ne avokat. Me shep. Paraqit me shkrim. Okej, po. Kryetari të bizikutë u zanë mbrojtësin që ka paraqet me shkrim. Dhe pastaj ne do t'ja dorëzojmë prokurorit dhe besoj që jemi për mbrojtësi pajtohet me këtë. Mirë, atëherë, korrekt? Veç për korektësi parë, dhe thotë, mundësia ime e parë për me caktu këtë seancë korrekt është me 20 korrekt, por të shohim në raport me gjyqtarin. Okej. Atëherë, Për mu shtatori është okej. nuk kemi zgjidhje tjetër. Kështu do të kalojna në pas pushimeve në shtator. Vetëm se keni parasysh. Në përputhje me planin e punës, këtu i kemi gjithsej 9 dëshmitarë, nëse jam në rregull, aktualisht nuk e kam planin këtu, nëse pajtohemi mendoj që për me 4 seanca avokat, prokuror, mbrojtja e viktimave, pajtoni. Po jam shtator, e ka pajtuar në përve në shtator në të tjurë këta sa. Në shtator, po, po gjynë. Gjynë shtator. Po. Unë në gjamë në këtë propozoj, pastaj të kemi shumë. Vejt një vejt janë të jutën. Shumë një shumë janë në 3 vejt e 4 vejt shtator. Skotra me të është të Kijevë dhe 4 vejt janë në zona e Kijevë. E 3 vejt e Kijevë. 4 vejt 5 vejt? 4 vejt 5 vejt në Në zonë. 16 vejtën janë zonë, 17 vejt. 17 vejtën? 17 vejtën e 8 vejtën? 17 vejtën? Edhe 23. 17 vejtën? 23 janë zonë, 24? 24 shtator jo bëllë. Atëherë kështu në të shkujna me dorë. Më 17 dhe 24. Prokuror? Avokat? Mirë. Edhe do të vazhdojnë edhe ty. 24, po ty veç vit para. Edhe në tetor do të caktojnë aty kon pjesën e
dytë përndoj ka mesi tetorit, edhe 2 sepse kemi edhe lanë tjera, po besoj që me 4 seansa, me 14-15 tetor, 14-15 tetor. E në kurete, 14-15. Po, seansa të radhës po caktohen edhe një herë. Në 30 ora, me datë 17 shtator, 24 shtator, 14 tetor edhe 15 tetor. Të gjitha në ora 9:30 orë, kështu të thënë. Në përputhje me planin që ju kemi dorëzuar, atëherë do të vazhdohet me dëgjimin e dëshmitarëve sipas drejtave. Na besojmë që edhe kemi marrë disa masat që për këto data me i sjell dëshmitarët. Në raport vetëm dëshmitarin Vesel Morina na ka rezultuar edhe një dëshmitare tjetër që nuk kanë adresat i kanë rruar, po me siguri përmes policisë. Por në Që tre loke jetën në Prizren. Prizren, e gjejmë përmes policisë. Do të vazhdohet me dëgjimin e dëshmitarëve. Po, çfarë? Kryerësh? Ky njoftim pole prezenti u shërben si thirrje e rregullt. Njoftim pole prezenti u shërben si thirrje e rregullt. Besoj se po. Pole prezenti u shërben si thirrje e rregullt, ndërsa për ta akuzuarin, po që se gjenden masën e parapërgjimit të urdhërohet sjellja e tij përmes mjekësisë transporti. Ndërsa në raport me dëmtuar, a i shkruani ju dëmtuarit çdo data? Shkruani po mendoj dikun. Çdo data i kemi edhe mundi me u koordinu me mbrojtjen e viktimave. Seansa përfundoi në ora 10:40. Minu pafshëm deri atë. Shifë me Ramadan. Po, hajde, sa.